për çka do tjetër? Po, thjesht në aspektin ekonomik dhe social është e papërballueshme. Faktikisht jemi edhe në kohë të dimnit është kosta jetës është më alevat, në këtë rast nga faturat e rrymës faktikisht të lorë dëfishuar gjitha që qytetarëve, faktikisht edhe kohë të dimnit është e papërballueshme. Këtë rast tjetër që është edhe fakturat që pritet me ordhatuajtë me rritin mbi 40%, faktikisht vështirëson edhe më shumë jetën e qytetarit. Faktikisht në shoqëritë me status në zhvillim, siç është Kosova, edhe shoqëria e Kosovës është duke mbijetuar, nuk është duke u zhvilluar ashtu në ritmin e duhur dhe në ritmin normal, faktikisht 70% e të hyrave, domethënë të pagëve apo të hyrave i shpenzon për produktet elementare, jo elastike, produktet jetësore dhe higjienike. Në këtë rast një nga produktet më të rëndësishme është edhe rryma, që nuk mund të funksionalizu as bizneset, as jeta qytetare, gjithashtu është element i parë bazik jetësor të cilën nuk mund me